vëllezër shqiptar, të prekim urtësin, të zëm udhën e mbar, të ngjallim Shqipërin. Shqipëria ka qenë, edhe po do të jetë, por sot në ditët tënë, të metë, të mosket, e ka nderuar Zoti gjithnjë Shqipërin. Ish fort mirë që moti, do bëhet edhe tanin. Sa ishte trimëria, në atë kohë të vjetër, kish emër Shqipëria, sa s'kish ndonjë vend tjetër. Sa burra kordëtar kanë zjerë Shqipëria, më pastaj e më parë që shkruan historia. Ajo ish kohë e zjartë dhe kish mundime tepër, po sot, pënd dhe kartë na duhet, nuk tjetër. O burra shqiptar, të marrim diturit, se s'është kohë e parë, tani lipse drit, të shkruajmë gjuhën tënë, kombin të ndritojmë, gjithë çështje që ka qenë, nga dalës ta mësojmë. Pa shihni gjuhë e mirë, sa shije ka e hije, që bukur dhe lirë, si gjuhë perëndije. Shumë e bardhë kjo ditë, për gjithë shqiptarët, do na sjellë një dritë që se kishin të parët. Kjo dritë do na bjerë të gjitha mirësitë, dhe të gjithë do t'i ngrerë dëmet e marrëzitë. Si lum kush zë të mbjell, lum kush vë këtë pemë, se kjo ka për të pjell, s'mbulohet me rrem. Përshëndetje të nderuar telespektator, ja ku jemi sërish së bashku në emisionin e tretë të ciklit Shqipja si një gjuhë kozmike. Përshëndetje Agron. Përshëndetje profesor. Është kënaqësi të jemi sërish së bashku në studio, por është kënaqësi edhe më e madhe kur shikon se si në YouTube mijëra shqiptar brenda dhe jashtë Shqipërisë e kanë ndjekur me vëmendje, jo thjesht për të na ndjekur ne të dyve, kjo do të ishte gjëja më e vogël, por për të treguar se sa të interesuar jemi ne për Shqipen, për historinë e saj, për evoluimin, për gjenezën, për gjendjen aktuale, në kuptimin se, siç kemi thënë edhe më lart, atë dheu në një farë sensi është vetë gjua. Nga do që shkon, mund të mos marrësh gjë nga atë dheu, po ama gjuhën e merr me vete. Dhe siç u kujtohet të nderuar telespektator, emisionin e dytë e mbyllëm me fjalën emigrant. Dhe ju premtuam që do ta fillojmë po me këtë fjalë. Kështu që kam kënaqësinë Agron t'ju ftoj ta shpjegoni se nga vjen kjo fjalë. Më lejoni të përshëndes edhe unë të gjithë ata që na ndjekin nëpërmjet këtij ekrani, që na dha një mundësi të artë për të shpalosur diçka nga ato që shpreh gjuha shqipe në aspektin shkencor, dhe veçanërisht ata që na ndjekin jashtë atë dheut, sepse siç tha dhe profesori na shkruajnë shumë, na mbështesin, dhe janë ata që kanë marrë me vete gjuhën tonë, një pjesë ajo që ka lindur në atë dheun e tyre dhe mbartin kudo që shkojnë, dhe me gjuhët e reja që mësojnë, ata janë të parët që i krahasojnë mirë fjalët e shqipes me fjalët e asaj gjuhe të atij vendi ku ata jetojnë, dhe ne kemi një detyrim që të bëjmë diçka për gjuhën. Në qoftë se flasim për gjuhën, gjuha sot nuk shihet, të paktën nga ana shtetërore, nuk i është dhënë aq shumë rëndësi
gjuhës, preardhjes së saj, sepse nëpërmjet gjuhës ne gjejmë identitetin ton. Dhe më vjen keq që kam një 2 vjet e gjysmë që më duhen ca libra të cilat mora vesh se janë vetëm në Institutin e Historisë dhe Gjuhësisë dhe duke shkuar shpesh atje mora vesh se ky Institut i Historisë dhe Gjuhësisë është mbyllur përfundimisht. Punonësit paguhen, por ata nuk kanë më godin, atje nuk ka më institut. E gjithë biblioteka e institutit është mbledhur në 2 dhoma, në kuti, dhe unë me gjithë përpjekjet e mia nuk kam mundur, por ajo që më dhëmb më shumë është sepse nuk mund të mbyllet një institut historie dhe gjuhësie. Pavarësisht se punonësit marrin rrogat dhe ata nuk e hapin gojën, base kanë edhe frikën e humbjes së... Dashur Agron, kjo është një çështje e punonjësve që i kanë kushtuar jetën këtij lloji kërkimi shkencor. Sigurisht ne si qytetarë dhe studius ndjehemi të brengosur për këtë situatë, por ama ajo që nuk mbet është gjuha. Në një farë kohe mund të ndërpriten studimet. Ajo që më shqetëson mua më shumë nuk është mbyllja pa hapja e instituti. Ajo që më shqetëson mua më shumë, besoj ty dhe gjithë shqiptarët, është mbyllja dhe hapja e mendjes. Atëherë le ta kalojmë te kjo, sepse neve pavarësisht se na i mbyllin ose na i bllokojnë institucionet, ne diku mund të flasim. Gjuha është si drita, e gjen rrugën. Është tamam si drita edhe si uji. Po, edhe si uji. Atëherë për kënaqësinë e atyre që na ndjekin dhe kemi lënë tek fjala emigrant. Po. Në pamje të parë duket që është një fjalë huaj, bile dhe në fjalor shpjegues ose të ashtu quajtur etimologji, studime etimologjike të shqipes, fjala sillet si një fjalë preardhur. Por ne në vend të fjalës emigrant në shqip përdorim fjalën mërgjimtar. Para sa ta shpjegosh, për telespektatorët le të marrim 2 persona. Gustav Meyerin, fjalori etimologjik i gjuhës shqipe, një studius fundamental, të cilit e referohet edhe profesor Çabej. Ja, se çfarë thot Gustav Meyer në fjalorin e tij për fjalën mërgoj. Mërgonj, largoj, shtyj, mërguar, i largët, ngurus, përtac. Nga latinishtja, mergere, e cila në rumanishten lindore merr formën merge, ka kuptim shkoj. Ju lutem, lexoni se çfarë thot profesor Çabej. Profesor Çabej thot se mërgoj do të thot largoj, dëboj nga dheu, mërgohem, largohem, marr udhën e mërgimit, mërguar, larguar, larg. Shikohet përgjithsisht që nga Meyeri e këtej si një huazim prej latinishtes mergere, me kredh, me zhyt. Dhe këtu përmend Viegandin, Meyerin, Lupken, dhe e gjejmë thot tek Sala, vlerësohet si një konkordancë e veçantë e shqipes me rumanishten. Emri mërgim është një neologjizëm, thot Çabej. Por vetëm se ka një gjë atje që na jep argument, së paku thot që nga Meyeri. Pra, i themi sot profesorit të nderuar Çabej, po para Meyerit. Po para Meyerit, fjala ka ekzistuar. Dhe jo vetëm ka ekzistuar, por që kur është krijuar dhe deri të sotme ka mërguar, dhe fjala mërgim ka mërguar, na ka ardhur në ditët e sotme. Dhe ne përdorim në shqip mërgimtar. Po, njeriu që mërgon. Mërgim. Bile kosovarët vënë shumë emra mërgim. Jo, edhe këtu ka mas i fqinj, mërgim. Atëre, fjala mërgim është një fjalë prej foliore, e ardhur nga folja mërgoj. Atëre mërgoj ne dim që me një rotacizëm të thjesht, me në në gegnisht, si themi rana, rara, bliri, blini, folja mërgoj kthehet në mëngoj. Pra, ai që folja mërgoj ka kuptimin mëngoj, mungoj. Atëre mëngoj dha
emrin mërgim. Atëre ç'lidhje ka mërgim me fjalën emigrant? Dhe fjala emigrant sigurisht që dhe kjo është prej folore, ka ardhur nga emigroj. Atëre emigroj. Do të thotë, po të shikojmë, kemi të njëjtat më këtu, më këtu, r këtu, në këtu, që është e njëjta gjë, ja r-ja këtu. Dhe kemi g këtu, g këtu. Pra janë të njëjtat bashkëngore. Atëre kemi ndërim të vendeve të tyre që në gjuhësi quhet metatezë dhe një gjuhësia edhe gjuhësia zyrtare dhe në kohën e Çabedit të gjitha gjuhësitë europiane. E njohin metatezën. Ne përmendëm profesori. Atëre zbresim mën. M. E vëmë rën këtu. M. R. G. Oj. Pra, kemi G, R, J dhe I-ja, në fakt, ë-ja shqipes shpeshherë është bërë I në gjuhët e tjera. Në greqisht, në latinisht, sepse janë gjuhë që nuk e kanë ëndë dhe në vend të ës shqipes. Pra, emigroj do të thotë mërgoj. Është një fjalë autentike, sepse fjala mërgoj do të thotë mëngoj dhe mëngoj do të thotë më. Nuk jam më. Në atë vend. Në më anë të gjës. Do me thënë nuk jam brenda gjës, se gëja është gjë. Pra, mëngoj do të thotë nuk jam brenda asaj gjëje. Nuk jam aty, jam jashtë kësaj bashkësie. Dhe kjo jashtë bashkësie ka dhënë mëngoj, mërgoj dhe mërgoj. Profesor Agroni, çdo mërgimtar, kur largohet nga ajo gjendje ku është dhe shkon diku tjetër, shkon me një qëllim. Pra shkon për të takuar një jetë më të mirë, për të bërë më shumë prokupi, si themi ne. Prokupi. Pa, ose tek e fundit për të bërë ca para më shumë. Një formë e shprehjes së fjalës para është fjala monedh. Më ka bërë përshtypje në fjalorin etimologjik të profesorit që edhe fjalën monedh nuk e nxjerr si fjalë shqipe. Më ka rënë në vesh se edhe kjo fjalë shqipe. Mund na jepni një shpjegim, ju lutem? Unë i kam lexuar dhe në për fjalor të ndryshëm fjala quhet latine, por nuk ka asnjë shpjegim, asnjë etimologji. Ja, kemi edhe këtu, mos gabojmë. Po, ja ku është këtu. Po? Mund t'ja lexojmë telespektatorëve që t'jemi më luajal. Monedh vjen nga greqishtja. Kjo prej moneda ose moneta. George Meyer, drejt për drejti nga venecianishtja, nuk rrjedh monedh si mendon Helbigu, po vetëm greqisht moned. Për munit në arbnesh të Dalmacis dhe Tagliavienin, adjektivi monetar është një uazim i ri prej italishtes monetario. Pra këtu del që është latinisht dhe italisht. Ju jeni me këtë tezë apo keni një pretendim ndryshe? Këtu Çabej që thotë që vjen nga greqishtja, por fjalës moned. Gjuhës greke i mungon kjo fjalë, nuk ka fjalën moned, ka qerma. Në fjalor të tjerë e gjejmë që vjen nga latinishtja dhe ka qenë një punishtja ku bëshin monedat, ka qenë afër një statuje të një perëndije, nuk më kujtohet tani. Por të gjithë nuk japin thelbin, sepse moneda ka një funksion. Dhe emri i këtij sendi që ne quajmë monedh vjen për shkak të funksionit që ka moneda. Sigurisht. Për çfarë shërben moneda? Në fillim njerëzit i shkëmbenin mall me mall. Pastaj doli moneda dhe njerëzit nuk ishin të detyruar. Ekuivalenti tret? Po. Që barazonte vlerat e objekteve që shkëmbeheshin. Pra dikush mund të shiste dhe kur largoi nuk merrte një barë të rënd, por kishitur dhe merrte monedën. Dhe moneda ka shërbyer si diçka me marrë dhe me dhënë. Por ne le ta shkruajmë. Pra, funksioni i monedës është me marrë dhe me dhënë. Shkëmbimi. Por ne dim që në gegnisht r-ja e toskënishtes bëhet marr. R-ja bëhet n. Atëherë kemi mor e dha. E dha.
rëja mund të trashet të bëhet dridh se rë, është me marr, me mor, si thon tironësit, e me dhan. Pra, gjuha shqipe ka dhënë një emërtim të sakt dhe ajo jep filozofinë adekuat, të jetë funksional, se për çfarë shërben ky objekt me vlerë që hyri kur njerëzit vendosën në treg të shkëmbenin mallrave bazuar jo në dobin, por në vlerën e tyre të tregut. Dhe ne dim dhe nga historia, sepse mbretërit i lirë kishin monedat e tyre. Dhe kjo tregon që latinët fjalën monedh e kanë marrë nga ilirët, e kanë marrë nga të parët tanë. Dhe për shkak se monedha ka ekzistuar përpara se ta kishin latinët, ata e morën fjalën të gatshme nga ilirët. Dhe kjo tregon që kjo fjalë e cila motivohet krejtësisht prej foljes marr edhe me dhën të shqipes, me lidhësën është një fjalë autentike e shqipes që e mbyll çdo diskutim është shterues. Pra, fjala monedha është një fjalë puro e gjuhës shqipe dhe e rëndësishme është që shikojmë që folja marr dhe folja dha janë të njëjta si atëherë dhe sot. Ka dhe një bukuri, sepse janë folje një rokshë, që janë tipike e të folmes primitive, autentike të parëve tanë. Dhe jo vetëm e të parëve tanë, por duke qenë se ne kemi një dialekt të artë, mund të them, gegnishtja, e cila dhe sot mund të shprehet si në kohët mitike me fjalë një rokshë. Ne mund të themi çka jetu ba një tash hebur. Dhe është një fjali me 8 fjalë që të gjitha fjalët janë një rokshë. Po, se thot, e mund të përgjigjet, jam ka shku në pyll me pre dru. Të gjitha këto janë fjalë një rokshë që i përdor gegnishtja dhe fjalë aq kuptimore që tregojnë lëvizjen, veprimin, qëllimin, objektin mbi të cilat veprohet dhe asgjë nuk humbet në aspektin kuptimor të kësaj fjalie me disa fjalë një rokshë. Dhe jo vetëm aq profesor, po ne nëpërmjet zbërthimit të fjalëve shikojmë se shqipja nuk ka ndryshuar që nga kohët mitike. Pra janë të njëjtat simbole që ne i kemi edhe sot fjalë. Dhe kjo është një mrekulli, mund të themi, e Zotit ose e këtij populli që ka ditur të ruaj gjuhën e stërlasht. Ka ditur ta ruaj aq bukur. Ky është një nga zbulimet më të mëdha që ka bërë studiusi Petrozhej, po edhe të tjerë mbështesin faktin e operatorit të lirë të shqipeve. Pra fjalët një rokshë që vlen si operator të lirë dhe që i gjejmë në shumë gjuhë. Këtu kam sjellur, ju përmenda herën tjetër studimin e zonjës Afrodita Zaja. Kjo është një studiuse e re, e frymëzuar dhe kjo nga vepra e Petrozhejt, jeton në Norvegji dhe siç thot në parathënien e librit, sa herë që shkonte të takonte Petron, Petro i thoshte vajza e shtëpisë ose çupa e shtëpisë që na ka ardhur, unë e përshëndes këtu, sepse vërtet ka bërë një studim fondamental në pjesën e parë, ajo përshkruan se cili është zbulimi i madh që ka bërë studiusi Petrozhej, ç'është algoritmi simbolik, ç'është sistemi thelbësor, fondamental, pra sistemi esencial, sistemi dhe ç'është sistemi formal, periferik, që merret me fjalët të formuara, por i studion në strukturën e tyre përfundimtare, duke u nisur nga ditët e sotme. Si algoritmi simbolik arrin të na shpjegojë thelbin kuptimor të mitikës dhe të shpjegimeve të para fetare, sepse forma e parë e mendimit filozofik ka qenë pikërisht mitika, mitologjia dhe shpjegimi i kozmogonisë mbështetur tek feja e vjetër e ebraishtes dhe feja budiste. Dhe më vjen mirë sepse kjo është një studiuse në moshën e re dhe kështu pyllim me fidana të reja, agron, siç jeni ju, siç është zonja Afrodita Zaja, që është nga Shqipëria e Mesme, është tironse, dhe studius të tjerë, po e ndiqni rrugën e Petrozhejt. Agron, jam kurioz. Fjala çup nga vjen? Kam dëgjuar sikur profesor Çabej këtë fjalë nxjerr nga slavishtja, po më është dukur pak e çuditshme, sepse slavët kanë ardhur në shekullin e 5, në fund shekullit 5, në shekullin e 6. Po para se të vinin ata, ne nuk e kishim të fjalë, apo e kishim fjalën vajzë dhe fjalën çik në veri. Jam shumë kurioz. Natyrisht që e kishim dhe ne kemi shpjeguar dhe në një emision tjetër se slavët nga vjen termi slav ose serb që do të thotë s-arb, s'është arb, dhe fjala çup ka ekzistuar përpara se të vinin ata.
por në koshiencën e popullit shqiptar, në dallim nga shumë popull të tjerë, shqiptari bënte çupa pafund derisa të bënte një djalë, sepse nuk ka qenë në traditën e tij që të merrte dhëndër brenda. Çupa i quhej që do ikte. Po, ne kemi dhe në të folmen ton të antropologjisë shprehen që çupa lind në shtëpinë e huaj dhe shkon në shtëpinë e saj. Fiks. Dhe kjo lidhet me qëllimin që ka jeta, që vjen që nga dhjata e vjetër, që është ngjizja e fëmijës, pra ajo martohet për të ngjizur fëmijën. Madje një nga elementet themelor të kodit ton zakonor ishte që prishja e martesës pa gjakmarrje bëj në një nga rastet e rralla që ishte, po ishte rasti kur gruaja qëllonte, më fal për shprehjen, shterp nuk bënte dot fëmijë. Atëre ai që e merrte kishte të drejtë bazuar në zakon ta kthente tek prindrit, sepse ajo nuk shërbente për qëllimin që i ka dhënë që nga Bibla e vjetër Evës ngarkesën, siç thot John Locke në studimin e tij, me barën e rënd për të sjellur një fëmijë në jetë, për të sjellur jetën. Detyra kryesore. Siç thatë dhe ju profesor në kodin e shqiptarit, femra quhet që ka lind në shtëpi huj dhe kur martohet shkon në shtëpi vet, dhe duke qenë se ajo gjithmonë largohej nga shtëpia ku kishte lind, ajo quhej që humte, dhe në shqip çup vjen nga që hup në gegnisht, dhe e gjejmë përsëri te fjala tjetër çik, që do të thotë që ik. Është e papranueshme që siç e pranon Çabej që kjo fjalë e shqipes vjen nga serbishtja çupra, që do të thotë tu flokësh të pakrehur. Po ç'lidhje ka tu flokësh të pakrehur, më fal tash. Po revoltohem pak brenda etikës. Elementi funksional i një çupe nuk janë flokët e pakrehur. Flokët e pakrehur mund të ketë edhe një burr që i zgjas të kohët në kohët e mesjetës dhe më përpara edhe flokët. Pastaj, kreja e flokëve ka të bëj me një funksion higienik që ka ardhur disi më vonë, apo jo, se sa lindja e jetës. Pse duhet merrem një tipar periferik? Prandaj Petro ka të drejtë kur thotë që janë dy sistemet. Ja, sistemi përmbajtësor dhe thelbi fshihet, ai duhet zbuluar, duke zbrit në tabanin më të fundit, që është simbolika, dhe çfaqja është mokollaj që të preket. Mua nuk më bind kjo që ato që nuk i krejnë flokët quhen çupra. Po pse quhen çupra dhe jo një fjalë tjetër? Përveç mungesës së logjikës, profesor, nëse veprën e Çabejt e vendosim në kontekstin historik, dhe unë jam nga të paktit që kam lexuar të gjithë veprën të ashtu quajtur etimologjike të Çabejt, nuk është vetëm fjala çup që ai e sjell nga serbishtja. Megjithse Çabej në hyrje të librave të tij e quan gjuhën shqipe një gjuhë që nga kohrat e mukta, çuditërisht ai në të ashtu quajturën etimologji të tij i lë shumë pak hapësirë fjalëve të shqipes me preardhje shqip. Dhe kjo mua më shqetëson. Agron, ke kapur një pikë kruciale. Më ka dhëmbur, ja ku i kam librat e Çabejt, për telespektatorin shiko se si janë, të lexuar e të nënvizuar nga unë në çdo faqe me admirim për punën e tij titanike, por është një gjë kur arri dhe lexoj në faqet e tij që shumë fjalë janë të latinishtes, janë të greqishtes, janë të slavishtes, janë të turqishtes, mua në formën e një përgjegjësie civile dhe historike më vjen një pyetje. Sa shqiptar jam unë? Sa autokton jam unë? Kjo nuk varet vetëm nga territori. Territoret ndryshojnë për shkak të gjeopolitikës. E vetmja gjë që ti nuk mund ma vjedhësh është identiteti im i brendshëm. Gjua ime. Dhe brenda gjuhës mendimi që unë kam krijuar përmes gjuhës, sepse profesor Petro me të drejtë thotë që gjua si komunikim nuk është vetëm gjua literare. Çdo formë e arsyetimi dhe mendimit është gjuhë dhe në themel të saj është algoritmi simbolik, është simboli. Njerëzit arsyetuan fillimisht me simbole dhe pastaj ato i transkriptuan në fjalë. Në qoftë se më jep 1 minutë leja Agron se ju ndërpreva, do doja të
tregoja këtu, ja, kjo i ka marrë nga libri i Petros, ti agron e di, sa e përmend edhe herën e parë, zerua, fillimi, pra në fillim ka qenë gjithësia para se të lindte njeriu, apo jo? Po, fillimi, zerua, zëre, që tham? Zëre, dhe është e bardhë, kjo gjithësi. Në të gjitha mitologjit gjendet, në budizëm, në mitologjinë kineze, zonja e ka sjellë në mitologjinë skandinave të norvegjezëve dhe në mitologjinë tonë. Parasysh gjarpri që në fund pickonte bishtin e vet, sepse ishte i vetë mjaftueshëm. Kuptohet, kur lindi njeriu, këtë e krahasoi me kafshët që rrethonin ambientin gjeografik ku ata jetonin, diku me një dash, diku me një gjigant, këtu me një gjarpër. Dhe kjo është fillimi. Gjithësia e pandyrë në kuptimin e paprekur nga njeriu. Ky simbol, shi sa kuptime ka. E tëra, infiniti, e vazhdueshmja, papërcaktueshmëria, pandashmëria, moskufizimi, universi, përsosja, qielli, parajsa, bardhësia, qartësia, e vërteta, mbara, hyniu, Zoti, fryma e shenjtë, vakumi, zero, hiçi. Pra, ky simbol. Dhe ky simbol ka qenë i thjesht për të ndërtuar nga njeriu primitiv. Vim tek simboli tjetër. Kur lindi njeriu, kjo pastërti ujnore u ndy. Po. Edhe kemi edhe në Bibël që akti i parë është marrëdhënia midis Adamit dhe Evës. Shife ky simbol, edhe për të telespektatorët, me sa fjalë mund shprehet: e zeza, e keqja, e mbushur, ters, mëkat, ndyrësi, djalli, mas, materie, bot materiale, vuajtje, errësirë, natë, padije, vdekje. Procesi ndodhi për shkak të ndarjes. Më falë të ndërpres, profesor. Po, më falni. Ju thatë e ndyrë. Dhe ndyr do të thotë e ndar, dhe yr do të thotë err. Po. Pra, prej ndarjes vjen dhe errta. Si thot Petro, natyrë, hyr në natë, hyr tek e panjohura. Tek e panjohura. Po. Ta mbarojmë të simboleve dhe fjalën do t'ua jap juve. Këtu kemi bota që e pastër u nda në mes, sepse lindi komuniteti njerëzor, jo e vazhdueshme, kufi, limit, i fundëm, fundësi, ndarje, cop, prerje, pjesë, fragmentitet, pjesëtim, gjysëm, e gjymtuar, sakatim, cak, përcaktim, përcaktëshmëri, determinizëm, determinim. Dhe kështu vazhdojmë me simbolet e tjera që të mos humbim kohë. Pra, është një fakt i pak kontestueshëm. Gjua e parë ka qenë gjuhë simbolike. Gjua universale është gjuhë simbolike. Gjua ikonostatike. Njeriu mendoi dhe e shprehu mendimin me ikonostatizëm. Pastaj ka lindur gjua me fonema. Dhe ka teoritë ndryshme që gërmat ju asollën elenëve, ju asollën fenikasit, dhe thjesht për të ndërtuar marrëdhënie tregtare ishte e nevojshme që kontratat të shkruheshin dhe mos u mbisnin. Por pyetja që shtron Petroja është kufiri midis koshentes dhe inkoshentes. Është një kufi omblikal, është një kufi shumë i rëndësishëm, sepse pikërisht atje fillon kalimi nga të menduarit në të folurit, nga të menduarit në të përdorimin e fjalëve. Dhe symbolisht këto fjalë do t'i referoheshin arsyetimit të deriatërshëm që bëj me simbole. Pra, nisur nga ky fakt, është me interes të kuptojmë që kjo është një zbulim i madh, një përmbysje që bëhet në gjuhësinë e deri sotme. Të vim nga e panjohura tek e njohura dhe jo nga më pak e njohura tek e njohura. Për telespektatorin thjesht, ku qëndron dallimi midis shkollës zhejane të Petrozhejt dhe shkollës çabejane të Zotit Eqerem Çabej. Zoti Petrozhej dhe shumë studius të tjerë, mund të përmendin këtu Jean Chevalier. Jean Chevalier është ai që botoi librin Dictionnaire de Symbole. Në mesjet ka
ka bërë një studim fundamental. Pse i referohemi Mesjetës? Sepse Mesjeta është më afër antikitetit. Dhe ai krijoi fjalorin e simboleve dhe jo fjalorin e fjalëve. Pra ku qëndron dallimi? Petrozhej, mbështetur në këta studius, arrin të ndërtoj fjalët si struktura, si u krijuan fjalët, ndërsa Ekrem Çabej, mbasi janë krijuar fjalët, merret me krahasimin e tyre me fjalë në gjuhë të tjera. Dhe ja si thot konkretisht, vetë thot ai, kur shpjegon se ilirët, ose po të përdorim një term më të ri tashti, për marrëveshje fjale, shqiptarët, po telespektatori nuk kupton, që atëherë nuk quheshin shqiptar, edhe grekët nuk quheshin grek. Ai e pranon që shqiptarët dhe grekët janë dy popujt më të vjetër të gadishullit të Ballkanit. Dhe sigurisht këta dy popuj kanë dhënë edhe kanë marrë. Kanë dhënë edhe në gjuhësi. Madje, siç e shpjegova dhe dia në një status në Facebook, edhe mitologjia udhtonte, edhe zhvillimi mendor udhtonte, dhe merre edhe nga të tjera përdore. Në qoftë se ai tjetri kishte një zhvillim më të mirë ekonomik, të instrumentave, të veglave të punës, pra të industrisë asaj kohe, sigurisht që ai e shpretën një formë më të lartë zhvillimi. Po çështja shtrohet, kush e krijoi pari? Cili popull e krijoi pari? Pra, ai pranon që Shqipja dhe Greqishtja kanë afri. Ja të marrim një fjalë këtu. Jemi në librin Hyrje në historinë e gjuhës shqipe, e Ekrem Çabej, në faqen 57. Pyetja nëse ka në greqishtën e vjetër fjalë që mbeten të pa spjegueshme me mjetet e asaj gjuhe, po që gjejnë përgjegjësen e tyre në shqipen, është metodikisht e përligjur të shtrohet. Duke qenë Shqipja një fqinjë e vjetër e greqishtes, kështu glosa diza, që i thonë dhis, që jepet për lakonishten e dorsave, të moqëm të Peloponezit, pas mendimit ton, nuk mund të ndahet nga Shqipja dhizë, keq, po edhe dhi. Gjithashtu, greqishtja e vjetër, Laros, i thot pulbardës. Larus, mendojmë se rjedh nga shkalla e vjetër e Shqipes, lar, njoll e bardh, bilëkur të shtazës, që ka dhënë dhe disa emra shpendësh e zoq, si Larash, Laradash, Laramane, Larask, dhe më poshtë në kreun 5 shikon shpjegime të kësaj natyre. Por, po ky studius, në librin tjetër, Hyrje në Indo-Europianistik, shi çfarë deklaron. Kur përmend një nga autorët kryesor të Indo-Europianistikës, Gjermanin Bopi, Çabej në faqen 43 shkruan: ai, është fjala për Bopin, u mundua që nga gjuhët e ndryshme indo-europiane, siç janë greqishtja, latinishtja, gjuhët slave, baltike, pastaj përmend shqipja, nuk e di që kuptim kja, pse s'duhesh vënë shqipja e para, po ti je shqiptar më zotëri, e të tjera, të rindërtonte atë gjuhë që mendohej dhe mendohet edhe sot të ketë qenë gjua mëm e këtyre gjuhëve. Pra ky vet e pranon që ka një gjuhë mëm të gjuhëve indo-europanistike. Afërsisht, ashtu si ka qenë latinishtja vulgare ose popullore, gjua mëm e gjuhëve romane, neolitiane, si italishtja, frëngjishtja e tjera. Pra, në qoftë se duam të kuptojmë një gjuhë indo-europiane si që Shqipja, duhet shkojmë tek themeli. Mirë, po ky, kur flet për studimin e Shqipes, në vend që t'i referohet këtyre gjuhëve të vjetra, thot që studimi jon tek e fundit mund të filloj vetëm tek Meshari i Gjon Buzukut,
si dokumenti i parë i shkruar. Ky është revolucioni që ka bërë Petrozhej. E pranoni zotëri që gjitha ato gjuhë ka një themel e ka shtruar Bopi? E pranoni unë në librin tuaj që ka qenë sanskritishtja? Ja ku e kemi studimin shqipja dhe sanskritishtja. E pranoni ju studius që fillim gjuha ka qenë simbolike? Po, ja ku është studimi për gjuhën e simboleve, për gjuhën e simboleve dhe për gjuhën e simboleve. Profesor, ekziston një rregull i thjeshtë. Ajo gjuhë e cila është në gjendje të shpjegojë qartë fjalët e gjuhëve të tjera, padyshim ajo është gjuha mën për të cilën flitet. Ju në ligjëratën tuaj, të cilën e admiroj, përmendet hodhet një pyetje. Sa autokton jemi ne? Ja. Sa duhet ndihem vetvetja? Unë mund të them, sepse ne duhet të ndjehemi shumë krenar për gjuhën tonë, e cila është në gjendje të shpjegojë të gjitha gjuhët indo-europiane. Mrekullisht Shqipja sepse ka ruajtur me fanatizëm primitivitetin e saj që është gjeni i ndërtimit dhe evolimit më vonë të gjuhëve të tjera. Ore, ne nuk jemi xheloz që gjuhët e tjera kanë evoluar. Bile ato kanë ndryshuar e mund të kenë shërbyer edhe shumë më tepër zhvillimit ekonomik dhe social të vendeve të tyre dhe të popujve të tyre. Kjo është një gjë normale. Po ky lloj primitiviteti i konservuar, vetë Shabej thotë që gjuha jon ka dy zhvillime. Zhvillimin oral, që është gjuha jon e vjetër, dhe zhvillimi i shkruetur, që është gjuha jon e re. Në qoftë se kjo studiuse këtu gjen operator të shqipes, edhe kjo atë merr. Çdo bërje është nga ndarja dhe ja ku e merr. Endre, andre. Dhe kjo është nga ndarja, po vazhdoni se më vonë do t'i kthehemi kësaj. Atëre, në qoftë se duam të themi që Shqipja është bërthama e të gjitha gjuhëve indo-europiane, ne nuk mund ta themi thjesht, ne duhet ta provojmë. Dhe sot, pikërisht, mbas veprave të Petrozhejit, veprave madhore të Petrozhejit, që ishte i pari që hapi dritën, ishte i pari që ndezi një guxoi dhe është një Giordano Bruno, një Michelangelo, një Leonardo da Vinci, nuk i përmend kota. Ishte Giordano Bruno sepse pranoi turën e druve, u kërcënua me jetë. Ishte një Leonardo da Vinci sepse ai ndërtoi një art të bukurës. Kur lexon librat e tij, takohesh me të bukurën mendore, hynore, dhe është një Leonardo da Vinci sepse e tërë shkenca e tij bazohet në matematikë. Petrozhej, nga shpuza e rilindasve, nxori Shkëndijin dhe ka ndezur diellin e fikur deri më tash të gjuhës shqipe. E thash dhe më parë që të pranosh dhe të deklarosh që Shqipja është bërthama e të gjitha gjuhëve indo-europiane, duhet ta provosh. Dhe ne sot jemi në gjendje ta provojmë, dhe ajo që shumë kujt i duket absurde, ne mund të shpjegojmë dhe absurdin. Për shembull, po të marrim fjalën absurd. Absurdi. Ç'është absurdi? Të deklarosh diçka që nuk e di asnjë njeri dhe nuk ka ndodhur, nuk ka precedent. Atëherë ndajmë fjalën absurdi në ab, sur, di. Dhe ne e dim që r-ja këmbëhet me nën si zakonisht dhe del. AB-ja e kthyer së prapi del ba, sundi. Sun, di. Pra, është ba diçka që sun e di. Dhe kjo gjë quhet absurdi. Sepse kjo ka të bëjë me dijen tonë. Në qoftë se ne nuk e dim diçka, ne nuk mund ta pranojmë atë aq thjesht pa një gjykim shumë rrënjësor dhe shumë shkencor. Dhe pra fjala absurdi në analizën të fundit është e bërë a, b, ba, s, un, di. Ajo mund të jetë bërë pa unë di, nuk di gjë. Pra, sundi. Është bërë diçka që nuk dihet. Sundi në të folmen sot me folk primitive e gjejmë në dialekte dhe nën dialekte. E gjejmë në Shqipërinë e Mesme dhe në Shqipërinë e Veriut. Bile vetë fjala shurdhi, s-ja e bërë s del surdhi dhe d-ja e bërë d del surdi, do me thënë sundi. Nuk ndigjoj. Pra njështë e thonë surdin.
një gjë që nuk dëgjohet në heshtet plot. Dhe po t'i kthehemi fjalës autokton, që ju sa jemi ne autokton, në të gjithë fjalorët të Europës, pa përjashtim, fjala autokton quhet fjalë greke. Dhe në greqisht ajo është avtokton. Pra, a, v, tok, ton. Që do të thot ashtë, vt-ja do të thot vet në tok ton. Pra, autokton është ai që është vet në tokën e tij. Dhe askush nuk mund ta mohoj ose nuk mundet që fjalës autokton të japë një shpjegim tjetër, sepse asnjë fjalë shqipe nuk mund të shpjegohet në invers nga një gjuhë tjetër. Dhe kjo është absolute. Dhe me që themi absolute, duhet të shpjegojmë se absolut. Që mendoj sigurisht latinisht. Po, absolut. Është si këtu. AB do të thot ashtë ba, so lut. Ashtë ba, dhe s'është e lujshme, s'mund të luhet, është e vërtet. Pra kjo është e pa lujshme, është stabile. Dhe nxjerrim kështu se fjala absolut është e krijuar nga A, B, ashtë B, mohusja S dhe folja luj. Dhe këto folje, dhe këto simbole ose operatorë të lirë, siç i quajmë Petro apo morfema embrionale të gjuhës, janë vetëm në gjuhën shqipe. Asnjë gjuhë tjetër nuk mund të pretendojë. Profesor Groni, mund të ketë nga ata njerëz që duke na parë, duke na dëgjuar, mund na quajë edhe si aventurier. Jam shumë kurioz. Fjala aventur, që mendohet se është fjalë latine, është e tillë apo ka një shpjegim nga operatorët e lirë të Shqipës? Ju e dini profesor që V-ja dhe B-ja mbuzore dhe ne themi varka, themi dhe barka. Ja mund ta shkruani. Atëre aventur si të shkruhet në frëngjisht. Atëre duke bërë kalimin, rotacizmin V-B del A, B, greqisht e ruan akoma këtë vend me B. Ashtu e shkruan edhe e shqipton B. Që do të thot ba, A, B, bën të re, bën diçka të re. Dhe ai që bën aventurë merr një ndërmarrje të re e cila ekzistonte dje. Pra është diçka e reja, është diçka që ne nuk e kemi parë. Pra ne vëm shikojmë një vepër të re, një dramë të re, sepse nuk e kemi parë më përpara. Dhe ai që bën diçka të re është A bën të re. Dhe B-ja e kaluar në V do të thot A vën të re. Pra bën diçka të re të paparë që mund të jetë dhe rrezikshme. Por shkenca nëpërmjet aventurës ka ecur përpara. Vëllezër shqiptar, të prekim urtësinë, të zëm udhën e mbar, të ngjallim Shqipërinë. Shqipëria ka qenë edhe po do të jetë, por sot në ditët tënë të met, të mos ketë, e ka nderuar Zoti gjithnjë Shqipërinë. Ish fort mirë që moti do bëhet edhe tanin. Sa ishte trimëria në atë kohë të vjetër, kish emër Shqipëria, sa s'kish ndonjë vend tjetër. Sa burra kordëtar kanë zjerë Shqipëria, më pastaj e më parë që shkruan historia. Ajo ish kohë e zjartë dhe kish mundime tepër, po sot pënd dhe kartë na duhet, nuk tjetër. O burra shqiptar, të marrim diturit, se s'është kohë e parë. Tani, lipse drit,
të shkruajmë gjuhën tënë, kombin të ndritojmë, gjithë çështje që ka qenë nga dalës ta mësojmë. Pa shihni gjuhë e mirë, sa shije ka e hije, që bukur dhe lirë, si gjuhë perëndije. Shumë e bardhë kjo ditë, për gjithë shqiptarët, do na sjellë një dritë që se kishin të parët. Kjo dritë do na bjerë të gjitha mirësitë, dhe të gjithë do t'i ngrerë dëmet e marrëzitë. Si lumë kush zë të mbjell, lumë kush vë këtë pemë, se kjo ka për të pjell, s'mbulohet me rrem. Do isha me kërshëri të plot, po jo vetëm unë, por edhe telespektatorët, ata që tashmë po na ndjekin, janë bërë bashkëudhëtar me ne në këtë lloj procesioni të ri, që të shikojmë disa fjalë nga greqishtja. Për shembull, mendohet sikur fjala skandal vjen nga greqishtja. Po. Fjala skandal quhet një fjalë e preardhur nga greqishtja dhe në thelb ne duhet të shikojmë çfarë është skandali. Për shembull, një skandal politik është një ngjarje e cila prek interesin e një mase të madhe njerëzish në një shtet, ka impakt të gjerë. Dhe në qoftë se ajo del, ajo merret vesh shumë shpejt, sepse bën përshtypje dhe komunitetin, trodit dhe në të tilla raste ajo nuk mund të ndalet as me dhunë shtetërore. Pra, është një ngjarje e cila nuk mund të ndalohet dhe vetë fjala skandal nuk ka ndalje. Mjafton t'i vëm apostrofin, s'ka ndal. Dhe nuk është rasti këtu të shpjegojmë fjalën ndal, që është një fjalë e shqipes, e cila shpjegohet dhe ajo me 3 operatorë të lirë ose me 3 morfema embrionale. Dhe mund të vërtetojmë që kjo fjalë është e përbërë nga 1, 2, 3, 4, 5 fjalë të shqipes. Pra, skandal në greqisht quajnë dhe atë gishtëzin e çiftes që këndezin. Që nuk ndalet. Edhe godet. Po. Des fishekun edhe. Po. Shkre. Edhe shkrehet, do me thënë, po e shkreve nuk ka më ndalje, do shkrehet. Po ja, anijet ndalin për shumë, ndalin në limane. Liman, këta pretendojnë se kur është greqisht. Shiko, funksioni limanit është që të mbaj të ruaja anijet diku në anë të detit dhe ne themi lë më anë. Pra ne e lëm anijen në anë. Nuk është nevoja ta shkruajmë se fjala është flet vet. Por ne mund të shpjegojmë për shembull kur dikush merremi me dikë dhe ndonjëherë njerëzit edhe zihen dhe ofendohen. Dhe ne kemi fjalën ofendim. Dhe këtë fjalë të gjithë e sjellin nga latinishtja. Offendere, ha? Dhe në italishtën e sotme gjejmë ofeza dhe në anglisht dhe në shumë gjuhë të tjera. Po çfarë është ofeza? Çfarë është ofendimi? Ofendimi ndodh për shkak të një veprimi ose një fjale jo të ndershme që i bëjmë dikujt, e ngacmojmë me fjalë dhe prekim nderin e dikujt. Pra, ti prekësh nderin dikujt e ke ofenduar. Dhe ne shohim që fjala nder është pikërisht këtu. Fjala që motivon. Dhe ofendere, f-ja e bërë bës e shbuzore, do me thënë janë 2 f dhe jo rastësisht do të thot o, b, pa ndere, do me thënë bën diçka të pandershme. Sepse f-ja me pën këmbejnë si themi fshe, pshe, peshk, peshe, fish. Pra, fjala ofendere në analizë të fundit është një fjalë që ka të bëjë me konceptin nder. Dhe përderisa këtë e gjejmë në gjuhën latine të vdekur, atëherë ne pretendojmë që fjala nder ka ekzistuar në Ilirinë e asaj kohe, pra nuk është e thënë që ne ta gjejmë gjuhën shqipe të shkruar. Ne gjuhën shqipe i gjejmë të gjallë, të folur dhe i gjejmë në gjuhët e vdekura
të cilat nuk ja kanë transmetuar asnjë gjuhë tjetër, dhe ato gjuhë kanë vdekur pikërisht sepse nuk ishin gjuha e një populli, dhe një gjuhë vdes kur ajo nuk është origjinale, kur ajo është e krijuar. Po, operatorët e lirë mbetën në gjuhët e tjera, udhëtuan, ju vendosën shtresa gjuhësore me zhvillimin që pësoj gjuha, por ama, po të gërmosh pak në arkeologjinë e tyre, do t'i gjesh këto struktura kuptimore që janë tipike të Shqipes. Profesor, jam shumë kurios, po vetë fjala nder mund të formohet? Apo është një morfem unikale? Fjala nder është kalcifikuar si duket, sepse përderisa e ka në brendësi fjala latine, kjo fjalë duket është kalcifikuar para 2000 vjetëve. Dhe duhet jetë një fjalë që është në kodin e një populli, të popullit i lirë dhe bas edhe më herët tek pellazgët. Dhe fjala nder, ne sot fusim në shtëpi, në derën tonë, dikë që ja vlen që ta futësh. Ja respektoj. Pra, futja brenda derës është respekt. Është respekt. Ky është nder. Dhe një njeri mund të futet në shtëpinë tonë, të kalojë në derën tonë, në qoftë se ai e meriton. Ka vlera morale. Nder do të thotë e fus në derë. Dhe ky është kuptimi i nderit dhe në popujt e tjerë. Për shembull thon, të kam mik, po të ka ftuar në shtëpi apo të ka ftuar në restorant? Të ka ftuar në restorant. Të ka ftuar në shtëpi, atëherë ti çeke vërtet një mik i afërt, i shenjtë i këtij njeriu. Pra kur të fut tjetri në shtëpi, të ka hapur derën. Profesor, shtëpia është intimitet, sepse shtëpia është diçka që ne e mbyllim. Dhe kur e fusim dikë në shtëpi, e kemi futur brenda derës tonë dhe e kemi futur në derën tonë. E kemi futur në intimitetin tonë. Dhe ashtu siç fjala nder ka të bëjë me derën, ashtu dhe fjala prag. Kur thonë mos e kalo pragun, se prag do të thotë gjë, pra është prerë gjëja. Është një gjë e prerë, domethënë që këtu mund të kalosh, por këtu nuk mund të kalosh. Një fjalë shumë e rëndësishme, profesor, sepse popujt për të drejtat e tyre edhe kanë luftuar. Dhe popujt kanë luftuar me armë. Dhe ne mund të shpjegojmë që fjala armë e kemi në gjitha gjuhët, e kemi armë, i thon kraut anglisht. E kemi fjalën armë, e kemi në të gjitha gjuhët latine dhe në gjitha gjuhët europiane. Funksioni i armës kush është? Njeriu i parë ka përdorur si armë drum për të mbrojtur nga kafshët. Dhe armë me rotacizmin rm del a m r. Do të thotë asht me ra. Dhe duke qenë se m-ja është buzore, ajo fshet dhe bën, dhe do të thotë a m b r. Do të thotë a me mbrojt. Siç themi ne mirë mbrëma, por themi dhe mirë mrama. Tek fjala arma, amra ka rënë b-ja, a me b r, asht me b roje, me u mbrojt. Pra, kjo fjalë e shqipes ka udhëtuar në të gjitha gjuhët europiane dhe është bërë pjesë e çdo leksiku. Por asnjë gjuhë europiane, indo-europiane nuk është në gjendje të bëjë invertin, të shpjegojë fjalët e shqipes, sepse atyre u mungojnë operatorët e lirë që ka Shqipja. Dhe kur themi që Shqipja është bërthama e të gjitha këtyre gjuhëve, e themi dhe e vërtetojmë sepse këta operatorë të lirë në shumicën e tyre gjenden vetëm në Shqip, dhe duke qenë se mungojnë në gjuhët latine, në greqisht dhe në gjuhët e tjera, atëherë asnjë gjuhë e tillë nuk mund të shpjegojë një fjalë të shqipes. Në vijim të arsyetimit tuaj kaq të kthjellët, ku ju morët përsipër të krahasonit disa fjalë që pretendohen se janë të leksikut të latinishtes apo të greqishtes, mund shikojmë dhe të turqishtes, thelbi, siç e pranon dhe Çabej, do të jetë te sanskritishtja. Adhurim për ty Petrozhej. Ti zbrite i pari ke sanskritishtja. Dhe në vëllimin e parë të librit Shqipja dhe sanskritishtja, ju shpjegoni një mori fjalësh, janë rreth 1000 fjalë. Ja ti marrim fjalët me radhë. Është fjala çladh, që është sanskritisht. Shqip është çlidh, çlodh. Frëngjisht është relashe, zgjidh, lëshoj, çlodh. Daru
shqip është dru, frëngjisht është bua, që i thonë dhe drurit dhe pyllit. Da, në sanskritisht, shqip është dha, në frëngjisht është kidone që jep. Dagdha, djeg, dogja, në shqip, në frëngjisht është brûlé, shisa larg shkon. Dadhi, në shqip i thonë dhall, ndërsa në frëngjisht është le coagulé, kaje, le de beurre, pra dhall. Varga është në sanskritisht, në shqip i thonë varg, kurse në frëngjisht i thonë groupe d'objects de la même catégorie. Vatsa në sanskritisht, viç në shqip, vo në frëngjisht. Vatsa, vit, vjet, ane në frëngjisht. Viçesa, veças, veçim, veçanti në shqip. Distinction, particularité, veçim, dallim, veçanti në frëngjisht. Bahara, bara në shqip. Në frëngjisht është shumë larg, chargé, fardon, poids, bar, pesh. Gini, guru në sanskritisht, guri në shqip. Pierre, montagne në frëngjisht. Kuj, kuje në shqip. Kujati, kujita, kujit në frëngjisht është émettre un son inarticulé. Crier, gemir. Zjer një tingull të pashquar, thëras, rënkoj, vëgjëmën, vëkujen. Ar, arati, ari, arita në shqip. Attender, obtenir në frëngjisht. Antara, antar në shqip, ndërsa në frëngjisht është shumë larg, është member, interieur, proche. Vërëtë, vartate, vartitum, vërta është në sanskritisht, vërtit, vërtitun, vërtita në shqip, tourne në frëngjisht, roulé. PUA në sanskritisht, pije në shqip, besoin, breuvage, pije në frëngjisht. Ulka, ylka në shqip, kurse këta e kanë meteor, brando, torche, etincelle, meteor, pishtar, shkëndi. Pa në sanskritisht, pa në shqip. Ki gard, ai që shikon, ki protej, ai që të mbron. Trapa, i thonë në sanskritisht, turp, i thonë në shqip. Honte, i thonë në frëngjisht. Krimi, në sanskritisht, krimbi. Në shqip, po në dialektin geglisht i thonë dhe krimi, ose krymi, kurse në frëngjisht është ver, larve, që i thonë krimbi dhe larvës, dhe kështu mund të vazhdohet me dhjetra e dhjetra fjalë të sanskritishtes, pra sonda kërkimore e materialit të Petrozhejt shkon thellë e më thellë. E them këtë sepse në librin e tij, profesor Qabej më trëmb kur thot që elementet e mental mund të humbin pa lënë gjurmë, ndërsa elementet material nuk humbasin sepse në një farë kuptimi ata lënë gjurmë. Nese do ta gjejmë është një të librat, por për të mos humbur kohë, kapët fjalën krimbi, që në gegnisht i thon krymbi. Dhe aty gjejmë foljen ry, sepse krimbi hyn në dru, dhe ne shpesh dëgjojmë zhurmën e tij. Dhe ajo është k ry mb. Mb do të thotë ndt, hyn ndt. Pra, kjo fjala krimbi që gjejmë dhe në sanskritisht, një gjuhë që vdiq, por që është origjinal në gjuhën tonë, tregon që gjuhët kanë vdekur sepse ato nuk kanë pasur lidhjen e tyre origjinale me simbolin, me operatorët e lirë. Në aspektin shkencor ai është një objekt që nuk ka vdekur. Petro e ringjalli. Po, por ne shohim anën tjetër. Në kuptimin që a flitet as flitet sot. Pse kjo fjalë që është në sanskritisht është autentike sot edhe në shqip. Kush e ruajti? Pse në këtë gjuhë u ruajt me mira vjet? Dhe pse sanskritisht ja humbi? Pse latinisht ja humbi?
sepse këto gjuhët e vdekura, nuk ishin gjuhë natyrale, sepse në qoftë se ne pranojmë që çdo gjë ka një qendër. Dhe edhe kur del një virus, ai është një virus i vetëm dhe përhapet bën epidemi. Pra, qendra e virusit themi ne është në Afrikë ose ku doli. Atëherë dhe gjuha ka një qendër. Dhe prandaj shqipja, duke qenë qendër e gjuhëve, arrin të shpjegojë bijat e veta, sepse është gjuha që i ka ndërtuar ato. Dhe nuk mund të ndodhi e kundërta. Për shembull, jo rastësisht Petro shkruan për sanskritishten, sepse duke shkruar për sanskritishten, ai hedh idenë që këtë gjuhë që mbahet nga më të vjetrat e shpjegon vetëm shqipja, sepse sanskritishtja nuk mund t'i ndante fjalët e veta siç nuk mund t'i ndajë sot një gjuhë tjetër. Doja të shikonim edhe disa fjalë nga turqishtja, si për shembull fjala kurban, Kabul, Sabah, Qor, Sahat, Çengel, Minare, Kafazi, Karpuzi, Tenxhere, Kapak, Çezma. Atëherë nëse duam shpesh është hedhur ideja që shqipja ka shumë turqizma. Por ne mund të vërtetojmë se është e kundërta. Turqishtja ka shumë shqip. Nëse marrim fjalën kurban, atëherë në thelb çfarë është kurbani? Kur bëjmë një shtëpi në themelet e shtëpisë, ne therim gjak. Një flijim me gjak. Dhe të bësh flijim do të thotë të vrasësh. Po. Dhe ne dim që bëja me vën këmbehen dhe fjala kurban, rb-ja bëhet r-v dhe kthehet së prapi bëhet vr. Dhe del ku vran. Pra, kurbani është vrasje, sepse rb-ja bëhet rv dhe kthehet së prapi dhe është ku vran. Ju thatë për fjalën tjetër Kabul. Kabul kur dikush na ngacmon ose na prish atë shoqërinë që kemi dhe dikush nxehet, një tjetër i thot bëja Kabul. Atëherë bëja Kabul do të thotë që lëre, mos e trazo, hapi rrugën. Por ne dim që në shqip l-ja këmbet me dhën. Për shembull në të folmen në Shkodër e gjejmë dhamba për llamba. Atëherë Kabul në qoftë se lën e këmbejmë me dhë, del, jep, ka, bë, udh. Dhe në gegnisht do thotë ka i bëj udh. Pra, hapi udh. I hap rrugë. Dhe fjala Kabul del që nuk është një fjalë turke, por është një fjalë për ngjitur e gegnishtes, jam ka i bëj udh, ka i bën udh. Pra, çfarë ka kjo për ta quajtur turqisht? Cili element, cili operator i fjalës Kabul është turqisht, mund të quhet turqisht. A mundet një gjuhëtar turk të na shpjegojë se nga vjen fjala Kabul? Kjo nuk mund të ndodhi, profesor, sepse nuk mund të bëhet e kundërta. Sepse një gjuhë që nuk ka simbole, nuk mund të shpjegojë gjuhën që i ka të gjitha simbolet. Një gjuhë e preardhur nuk mund të shpjegojë bardh, po jo nuk i ka të gjitha, sepse nuk është origjinali. Sepse sipas asaj që mendoj unë, gjuhët ndahen në dy grupe. Në një grup të madh, që janë gjuhët konceptuale, dhe në grupin e vogël, që është vetëm një gjuhë që është shqipja, e cila është gjuhë simbolike. Dallimi esencial, të cilën nuk e përmend asnjë gjuhësi, është që gjuhët ndahen në gjuhë simbolike dhe në gjuhë konceptuale. Dhe simbolin nuk mund ta shpjegojë koncepti. Ajo që thot Petro, fjala referon të simboli dhe jo simboli të fjala. Konceptet vinë nga simboli. I treguam dhe këtu. Ne mund të themi për fjalë pafund ju thatë për fjalën Sabah. Sabah është momenti kur lind drita dhe ne në atë moment mund të shikojmë dhe themi sa pa. Sa po është me pa. Pra b-ja dhe p-ja janë buzore dhe ato i zënë vendin njëra tjetrës dhe është Sabah është mëngjezi është sa po pa, sa pa. Por b-ja ka kaluar në b dhe ne mendojmë që është edhe ka dhe fjalë të tjera, për shembull në sanskritisht uparat, ubarat, ushtri. P-ja me bën konvertohen. Ne kemi fjalën tjetër Çengel, që të gjithë që mendojnë që është turqisht. Ç'është Çengeli?
Ne dim që çengeli është diçka, mund të themi është diçka kështu. Dhe ne këtu varim një gjë, apo jo? Po. Dhe çengel thjesht është që ngel gjërat. Po. Dhe funksioni i çengelit është për të ngelur gjërat. Dhe folja ngel është në gjë l. Pra l gjën në t. Pra çengel është që ngel dhe ngel është l gjë në l gjën në atë. Pra kemi të bëjmë me 4 operatorë të shqipes dhe fjala çengel është një fjalë mirëfill të shqip, të cilën e ka marrë turqishtja. Problemi është se gjuhëtarët tanë nuk njohin fjalën dhe deri më sot në gjuhësinë nuk kemi një përcaktim se ç'është fjala si kategori gjuhësore. Sepse pse ndos kjo? Në qoftë se do kishim një përkufizim se ç'është fjala si kategori gjuhësore, ajo do përcaktoj fjala është një bashkësi simbolesh të cilat minimizojnë kuptimin në emërtimin e asaj që shenjojnë. Dhe për sa kohë që gjuhësia zyrtare nuk njeh përcaktimin filozofik dhe gjuhësor të fjalës, ajo gjuhësi do rropatet në vorbullën e derisotme. Në librin më të fundit të tij, Roli mesanik i shqipes, Petro merret me krahasimin e fjalëve të shqipes edhe me fjalë të vjetra të ebraishtes. Sepse me greqisht i pam, me latinisht i pam, me slavisht i pam, edhe me turqisht, le të kthehemi ke 2 gjuhë më të vjetra. Ke sanskritisht ja folëm, tash shikojmë tek ebraishte. Në ebraishte ka një fjalë të plot për telespektatorët, është kjo fjala këtu, kebura. Anglisht lexohet interment, sepulture, grave, sepulture, që do të thot varim, var. Po çfarë është kjo? Po të ndahet të 2 operatorë është ke bura, nuk ka kuptim në ebraisht, po në shqip ka kuptim ka bir. Pra, vari çfarë është? Është një vir, çfarë? Ose një vend i errët. Po, një vend i errët. Prandaj shqip e quajmë var, bir, vër, vrim. Le të vim ke fjala ebraishte kavar. Në anglisht është i varosur, buried. Shqipja ka varue nga fjala shqip var. Krahaso dhe me shqipen qivur, që është në var. Ebraisht kobel, anglisht front, in front, in the presence of, përballë, në prani të. Motivimi kobel, shqip, ka ball, ball, balli, kurse anglisht i thon front. Pra, për të mos e mbajtur më gjatë telespektatorin, edhe me ebraishtën e vjetër, Petro gjen këtë ngjasim të operatorëve të lirë të shqipes, të cilat brenda fjalëve të plota, nëse këto të fundit i ndajmë, marrim këta operator që i ka ruajtur në mënyrë fanatike vetëm shqipja dhe që kanë vlerë kuptimore vetëm të kjo gjuhë. Në këtë sens, në këtë linjë arsyetimi, ne themi që shqipja e ka sistemin e shpjegimit brenda vetes. Gjuhët e tjera nuk e kanë sistemin dhe duhet të referohen këtij burimi që është shqipja. Ja dhe diçka, ju lutem, është për këtë arsye që në zbulimin që ka bërë Petrozhej, ka rëndësi të nënvizojmë dhe kuptimin disemik, pra dy kuptimësia, ju e shpjeguat me fjalën Han në emisionin e parë, Hana dhe Hani, është trisemia, pra kur fjala ka 3 kuptime, për shembull, fjala ndaj. Kuptimi i parë si folje është ndaj në pjesë, coptoj. Makina ndali se motori ndaj, se motori u prish ndaj makina ndali. Pra këtu kemi një shkak pasoj.
për shkak se motori u prish. Ju po flisnit pa arsye, ndaj u ndërpreva fjalën. Në këtë rast është për shkak të arsyes, për arsye se. Pra, fjala ndaj është një trisemi, ndaj të optoj për shkak dhe për arsye se. Dhe pastaj është shumë kuptimësia ose multi semia e fjalëve që e gjejmë tek shqipja. Dhe këto janë fjalë kryesisht një rokshë. Po, Agro? Ju, profesor, përmendet që gjuhët ndahen në gjuhë që mund të shpjegojnë fjalët e tyre dhe në gjuhë që shpjegimin e fjalëve e gjejnë jashtë gjuhës së tyre. Dhe të gjitha gjuhët indo-europiane, shpjegimin e fjalëve. Këtë e thotë Çabej, po e thotë në të kundërtën. Po. Gjithë fjalët e shqipe. Por nuk e përcakton cila gjuhë është. Jo, gjithë fjalët e shqipe u dashkan shpjegu nga latinishtja, nga serbishtja, nga greqishtja. Po pse o zotëri, nuk themi që gjitha këto fjalët latinisht, greqisht edhe serbisht nuk u shpjegokan nga shqipja. Në mbështetje të kësaj unë do jap një argument shumë të fortë. Ne dim që në shqip dimër është stina më ftohtë e vitit. E ndarë në dy rokje del di mër. E vënë rokja e dytë përpara të parës jep mër di që do të thotë mërdhi. Po. Kam ftohtë. Pra kam ftohtë, është folja mërdhi e cila është formuar për të krijuar fjalën dimër. Ne përdorim dhe sot, ai ka mërdhif themi. Do të thënë ka mbaruar, është ftohtë. Atëherë çfarë ndos? I bie që fjala dimër, që vjen nga dimër, mërdhi, duhet ta shkruajmë dhimër. Por gjua në vend të një dhëmbore vë një dhëmbore tjetër. Dhimër. Çfarë ndos, profesor? Është ajo që thatë ju, shumë gjuhë e gjen shpjegimin jashtë. Nuk e kanë sistemin brenda vetes. Atëre, te kjo dhëja, në qoftë se e fshehim dën, del himër. Dhe rëja e bërë në del himën. Por himën, profesor, është fjala greke për dimrin. Pra ne gjetëm se fjala greke himën vjen nga fjala dhimër, dhe jo fjala dimër ka ardhur nga fjala himën. Po, dhe fjala vjen nga folja mërdhi. Pra, në analizë të fundit, fjala greke himën vjen nga folja shqipe mërdhi, e cila dha fjalën dimër, dhimër dhe grekët i fshehin vetëm dën dhe i bën rotacizmin në gegnisht. Pra, evulimi është jo nga himën tek dimër, po nga dimër tek himën. Tani çka ndos, profesor? Mali më i lartë të kësaj bote është Himalaja. Të gjithë kanë pranuar se fjala Himalaja vjen nga greqishtja himën. Por askush nuk na e shpjegon fjalën greqishte nga vjen. Po himën shkuptim. Atëre Himalaja do të thotë hy mal la. Fjali mali që hyn më lart në qiell. Dhe shqipja shpjegon but dhe qet që mali më i lartë sepse ka në thelb shpjegimin e himën prandaj. I ka të gjitha. Dhe kjo fjalë përfundimisht nuk mund të quhet të përardhur nga një panjohur siç është fjala greke, sepse ne këtu zbardhëm që fjala greke himona e ka përardhjen nga fjala shqipe dhe nuk mundet që fjala mali toponimi Himalaja të vi nga një fjalë greke të cilën nuk mund ta shpjegoj kurkush përveç shqipes. Kjo tregon që ky toponim kaq i largët që ndan Azin me kontinentin tjetër është një toponim shqip. Dhe kjo tregon që gjuha shqipe dikur ka qenë aq larg sa ne sot nuk mund ta hamendësojmë. Për shembull, fjala mamus, profesor, në shumë fjalor quhet që është fjalë ruse, ndërsa ca fjalor të tjerë shpjegues e sjellin si fjalë franceze. Por ne dim se mamusi ka qenë kafsha më e madhe mbi tokë që ka parë njeriu dhe fjala mamus është mamas, majmas. Sepse shqipja e tregon me fjalën maz dhe me ndajfoljen ma, që është ndajfolje sasie. Dhe fjala mamus i përgjigjet në mënyrë identike operatorëve të lirë të shqipes.
ose fjala turke që thonë tenxhere, profesor. Funksioni i tenxheres është të nxej ato gjërat që ne i fusim brenda. Dhe tenxhere do të thotë të nxehë. I përmban të gjithë elementët për të quajtur një fjalë shqipe. Ose fjala greke që e përdorin rëndom në të gjitha gjuhët europiane që është makro, që do të thotë më e madhe në bazë të greqishtes, ajo shpjegohet nga shqipja ma kre, do me thënë është më në krye se gjërat e tjera. Po, kre është shqip. Ndaj folja e sasis ma edhe fjala e shqipes kre. Ose greqishtja ka një fjalë tjetër për fjalën fitim, quhet qerdhos, të ardhura. Por fjala qerdhos e ndar do të thotë që erdh, pra ka kuptimin që erdh, që ka të ardhura. Mund të japim fjalë pa fund të greqishtes, për shembull fjala mavro, që i thonë e zeza, profesor, dikush kur vritet një frut ai nxihet, ose kur vriten gratë, për shembull, mavri që thonë. Mavri, do të thotë ma e vrar, sepse e vrara është sjell të nxirën dhe e nxira e zeza. Edhe koha kur është e vrëndër themi kohë e vranët, e vrar. Bile dhe darkës në greqisht i thon vradhi, që do të thotë është e vrar, e nxirë. Dhe grekët kur ndahen nga njëri tjetri kanë atë përshëndetjen kalispera. Kali do të thotë mirë, që mund ta shpjegojmë shumë mirë nga kalos, sepse një gjë që është e mirë los dhe ndahen në gjërat që lozin janë të gjalla, dhe gjërat që janë të vdekura nuk mund t'i hante njeriu mitik, gjërat që ishin të ngordhura, se sëmurej. Dhe ai vriste një kafsh, e therte dhe e hante, dhe nuk hante një kafsh që i gjente të ngordhur. Dhe thoshte kalos, do me thënë kjo los, dhe tjetra është nekros, do me thënë nuk los. Dhe ajo që loste, kalos, ishte e mirë. Dhe fjala kalos do të thotë që los është e gjallë dhe ajo bën për mua. Tani kur themi kalispera, do të thotë mirë, dhe spera është në mbrëmje, në momentin që spe, nuk pe, erret. Shikon më. Pra, spera. Ramos shikimi. Ose një fjalë e bukur që rambrëmja që thënë. Një fjalë shumë të bukur që të gjithë e sjellin nga greqishtja është rapsodi. Në qoftë se ne do të thoshim që kjo fjalë është shqip, por pa e shpjeguar, do na quanin të çmendur. Por ne fjalën rapsodi mund ta shpjegojmë do na fusin në kafaz. Edhe kafaz, profesor, prap po të shpjegosh të dyja, rapsodi dhe kafaz. Ne i dim rapsodit e lashta. Po, edhe ne jemi popull rapsodik. Po, dhe ne kemi rapsodit tona. Në greqisht, rapso do të thot qep, profesor. Dhe di do të thot dije. Ata që sollën rapsodit, në kohën që doli shkrimi, rapsodit kishin ekzistuar, ato orale, po. Ata thjesht shkruan. Edhe dy poemat e mëdha që u veshën Homerit, fillimisht kishin qenë poema orale. Bumi i madh i kulturës greke ishte për shkak se të gjitha rapsodit që ekzistonin gojarisht dhe transmetoheshin dhe që transmetoheshin nga një popull tjetër në fill sapo doli shkrimi dhe ato u shkruajtën dhe mungesa e mëvonshme e një kulture të tillë tregon se nafta mbaroi. Pusi aq kishte. Mbaroi lënda e parë. Dhe prandaj ne kemi atë bum edhe në popuj të tjerë, për shembull në kulturën gjermane, sapo gjermanët u bën me shkrim, ne kishim kryevepra. Pse? Sepse ato ekzistonin në popullin gjerman. Thjesht u kthyen në material i shkruar. U kthyen në material i shkruar dhe tani duhet të gërmojnë fort për të gjetur gjëra të vyera. Prandaj themi kultura burimore, ajo nuk shkruhet, ajo krijohet. Atëherë çka ndodh? Rapso në greqisht do të thotë qep. Po. Ne themi që gruaja ime po rreh në makinë. Po. Ja ku e kemi foljen ra, që është bërë ra. Po. Ra vegjin që themi. Shiko, profesor, kjo psëja këtu. Kjo psëja ka një kuptim, se në qoftë se e kthejmë së prapi bën sp. Dhe sp do të thotë ra, edhe sp që do të thotë shp, shpoj, shpo. Ja ku shoja. Pra rah me të shpuar, godas me të shpuar. Dhe duke shpuar, duke rrahur me të shpuar, ne themi ra shpo dhe shpo u bë psho u bë spo.
siç themi pseudonim, që është pseudonim. Dhe arrim në përfundimin që fjala rapsodi është ra, shpo dhe di. Pra, greqishtja është se pamundur që brenda gjuhës së saj të shpjegoj kuptimin e kësaj fjale. Çka ndodhur? Folja qepe shqipes, ra dhe shpoj, u bashkua me dijet dhe u qepën dijet e lashta. Kjo tregon sepse ne kemi vërtetuar që Homeri, Iliada dhe Odiseja janë të qepura. Sepse është vërtetuar që janë këndënduar me breza. Dhe janë shkruar 2 shekuj mbas tij në kohën e studentarit Pisistrat nga logografët dhe mitografët. Prandaj dhe ka shumë element që nuk i takojnë 2 poemave origjinale që këndoheshin nga Pelazgët. Atëre, pse kjo shqipe e gjallë mundet të shpjegojë të gjitha gjuhët e vdekur? Pse ndos? Sepse kjo është gjuha e rrenjës, profesor. Ju më përmendët fjalën kafaz. Në të gjithë fjalorët quhet fjalë turke. Por ne dim që kafaz ne dim që f-ja këmbet me p-n, pshe, fshe. Në greqisht e kemi ptohos, ftohos. E kemi peshk, peshe, fish. Atëre f-ja e bër p del kap za. Dhe za. Kap, asht, e zë, mund të themi, ose za, së prapi. Pra, është e kapur, kafazi shërben për të kapur edhe për ta zënë, për ta mbyllur. Pra, futet ajo objekti, shpendi, çarkap. Dhe ajo bie, futet siç kapin këto shpendët që dalin në mal, këto që këndojnë si quhen thellëzat. Thellëzat. Pra, me kafazi kapin. Futet thellëza, e kap edhe e zë. Pra, fjala kafaz është kap edhe zë. Është aq e thjeshtë dhe aq e kuptueshme, por si duket kjo nuk është e kuptueshme për akademikët tanë, profesor. Ne parashtruam sot në mënyrë më të artikuluar, gati kapilare, disa nga idetë që lidhen me rolin mesianik të Shqipes si gjuhë kozmike, me vjetërsinë e saj, me faktin që ajo ka ndërtuar një sistem nga më të vjetrit dhe e ka ruajtur këtë së paktën në të folmen orale, por ndriçuam me shumë dashamirësi, me argument shkencor, me referenca shkencore, por dhe me motivim qytetar dhe adetar, një problematik të rëndësishme siç është identiteti ynë. Kush jemi ne? Kjo është një pyetje e rëndësishme që shoqëron çdo shqiptar kudo që ai ndodhet. Dhe çdo shqiptar mund të turprohet për një veprim jo të moralshëm, mund të ndihet keq për aktin që mund bëjë një bashkëdhetar i tij, mund mos e shikojmë veten të trajtuar mirë për shkak të fukarallëkut, mund të jetë një njerëz që e kap veten ngushtë kur shikon se nëpër këmbet apo nënvlefsohet nga një qytetar evropian apo i një kontinenti tjetër. Por ama, kushdo që t'jesh, kudo që t'jesh, i krenar për gjuhën tënde. I krenar për gjuhën shqipe. Sepse, për mirë apo për keq, për fatin e mirë apo të keq të saj, e mbetur si një gjuhë që u shkruajtur vonë, ajo u ruajt dhe u kultivua në memorien e shqiptarëve. Dhe u ruajt ashtu siç ka qenë në agun e shoqërisë njerëzore, që nga koha e mugëtirave. Prandaj tentova disa herë këtu, ndoshta nuk ishte shumë etike, që ta gjej atë nënvizimin që kam bërë në një thënie të profesor Çabejt, i cili më ka lënduar realisht kur thotë që në kulturën materiale, thotë, është e mundur të gjesh në një copë, se ka mbetur, thotë, por në kulturën mentale është e vështirë sepse ato mund të humbasin me zhvillimet e reja edhe nuk mbetet asnjë gjurmë. I nderuar profesor Çabej, vetë puna jote ka treguar që gjurmët ekzistojnë, por ju keni punuar në gjurmët gramatikore, ndërsa i madhi Petrozhej ka lëvruar gjurmët simbolike. Ju jeni në kohët e reja, ky është në kohët para historike. Ju jeni një studius shumë i vyer dhe i respektuar i gramatikës, ky është një studius fundamental i krijimit të gjuhës bazuar tek mendimi
që kur njeriu erdhi në këtë që e quajmë planeti Tokë. Ndaj, Agron, është momenti i fundit që edhe ju të shprehni mendimet tuaja lidhur me gjithë të parashtresë, sepse janë rreth 3 ore sa regjistrime që lëvizin sot përmes YouTube-it dhe shikohen në gjithë botën nga bashkëdhetarët tanë. Profesor, ishte kënaqësi shumë e madhe për mua që të isha në këtë televizion për krahi jush. Faleminderit. Duke ju vlerësuar për çka keni bërë dhe duke ju admiruar për ato që keni shkruar dhe që keni dhënë, dhe sidomos edhe në këto emisione, 3 emisione për gjuhën shqipe, natyrisht të gjithë jemi të ndikuar nga vepra e të madhit Petro Zhej. Unë them që Petrua bashkon ekstremet, bashkon mitiken, bashkon të tashmen me të ardhmen. Dhe vepra e Petros do të ngelet përjetësisht, sepse ajo e ka kapur përjetësinë, e ka studiuar atë dhe na e ka konkretizuar dhe na e ka sjell aq thjesht. Unë do të doja që kjo vepër që nisi Petro dhe që do ta vazhdojmë me sakrificë për të mbritur tek ai qëllim i madh, për të zbardhur të vërtetën e gjuhës, për të zbardhur në radhë të parë se ç'është gjuha shqipe. Dhe duke zbardhur çdo fjalë të saj, puna që na pret përpara është një punë kolosale. Unë mendoj që shqipja nuk është një gjuhë me atë fjalor që ka sot, po dhe të gjitha këto fjalë që ne shpjeguam këtu dhe na i quajnë huazime, janë fjalë të mirëfillta të shqipes. Një nga parimet e gjuhësisë simbolike që e nisi Petro është fjala i takon asaj gjuhe e cila e motivon. Ashtu është. Dhe duke qenë se shqipja mund të motivojë fjalët e të gjitha gjuhëve indo-europiane, i bie që ajo është pronare e të gjitha këtyre fjalëve. Por ka ndodhur. Ndofta fjala pronare është një pretendim i madh, por doja të thoja me një gjuhë më eufemike, po edhe më komunikuese që studiues të rinj, edhe studiues të vjetër, ju lutem, çfletojeni veprën e Petro Zhejit. Është bashkëdhetari juaj. E nëse keni kundërshtime, shprehuni. Shkenca nuk humbet asnjë gjë nga debati i hapur. Nëse keni kundër argumenta, thuajni, sepse mendimi kështu ecën përpara, por se vetëm një gjë ju lutem mos e bëni. Mos u bëni bashk ekzistus në këtë kohë dhe bashk përjashtus. Mos merrni pjesë në atë që është komploti më i keq, komplotin e heshtjes. Petro me veprën e vet, së paku një gjë e ka arritur. Heshtjen e ka vrarë. Prandaj edhe një herë, duke të falenderuar Agron për punën tënde, kaq të vyer, kaq të vështirë nga ana shkencore, po kaq të vështirë edhe nga ana sociale, sepse e di se si po mundohen të pengojnë. Le të themi një falemnderit të sinqert, të madhit Petro Zhej, sepse tash jemi në ditën e parë të shkurtit, por marsi nuk është larg dhe ne do të përkujtojmë vitin e parë të tij, të largimit nga kjo jetë dhe të vazhdimit të punës në atë jetë të cilën ai e respektoi që në të gjallë. Të nderuar teleshikues, edhe juve ju falenderojmë për vëmendjen dhe ishte kënaqësi që këto shqetësime, këto përgjegjësi sa shkencore, aq edhe qytetare, t'i ndanim me ju, sepse shqipja është e të gjithëve. Edhe një herë ju falemnderit. Faleminderit, edhe unë i falenderoj të gjithë shikuesit dhe i sigurojmë që ne do vazhdojmë të kërkojmë, të rrëmojmë dhe të sjellim argumenta të shumta rreth gjuhës tonë. Përshëndetje, rruga që ka nisur Petro do vazhdoj. Ne do mbrim te qëllimi që i kemi caktuar vetes. Në fund të këtij emisioni, doja të bëja një kumtim për gjithë teleshikuesit, por në veçanti edhe për studiuesit e mirëfillt, qofshin ata të vjetër apo të rinj. Shqetësimi im dhe i Zotit Dalipaj është vetëm një shqetësim shkencor. Është një shqetësim qytetar,
që lidhet me identitetin ton, sepse njeriu vërtet mund mos konsiderohet në një botë të tillë të ritmeve të larta, të zhvillimit global, të ndryshimeve të mëdha ekonomike, por ama një shqiptar kudo që është mund dhe duhet të jetë krenar për gjuhën e tij shqipe. Pak përpara kërkova të citoja diçka nga libri i profesor Çabejt, Hyrje në historinë e gjuhës shqipe. Më në fund e gjeta, edhe s'kishte si ndodhte ndryshe. Ja çfarë thot profesori këtu që mua më brengos. Vetë se puna në këtë lëm, kur synon për të hetuar burimet, paraqitet shumë e vështirë e më e pasigurt se në lëmin e kulturës materiale, sepse te kjo e fundit ruhet nga ndonjë objekt që u ka shpëtuar shekujve, kurse në kulturën mendore elementet e moçëm zvendësohen prej të rejave shpeshherë në një mënyrë që së vjetrës nuk i mbetet as gjurma. Jo, profesor. Të vjetrës gjurma i mbetet. Dhe në fushën e gjuhësisë, gjurma është shqipja. Dhe brenda shqipes, gjurmët fundamentale të fillimit të indo-europianistikës për të cilin ju shkruani, i ka bërë Petrozhej, sepse në ndryshim nga ju, ai e njohu, e studioi dhe e qëmtoi shkëndësërisht gjuhën sanskrite, duke e krahasuar me shqipen dhe me gjuhë të tjera. Të nderuar studius, ju lutem shumë sinqerisht, mos bëni pjesë në komplotin më të keq që ka njohur historia, në komplotin e heshtjes, sepse heshtja vret, por heshtja edhe vritet. Petrozhej me veprën e tij fundamentale e vrau këtë heshtje. Po ju bëj me dije, edhe juve agron, se vepra e Petrozhejt ndodhet sot në Akademinë e Shkencave të Francës, e cila e ka marrë seriozisht nevojën për të studiuar këtë zbulim të madh të kulturës botërore. Dhe njëherë ju falenderit. Profesor, në vazhdim të fjalës tuaj dhe në vazhdim të studimeve tona, të cilat nuk do t'i ndërpresim asnjëherë, mund të themi që vepra e Petrozhejt është një vepër që prek sa të kaluarën parahistorike, po ajo i hap rrugë edhe të ardhmes në studimet e gjuhës shqipe, nuk është si veprat e disa të tjerëve të cilat mund të kritikohen. Petro në veprën e tij ka një filozofi dhe gjuha sipas Petros mbështetet mbi ca parime të vërtetuara dhe të sigurta. Nuk është si gjuhësia krahasuese e sotme, e cila është një gjuhësi pa parime, mbështetur mbi opinione. Dhe shpesh shohim që fjalët trajtohen sipas opinioneve të çdo kujt, po jo të mbështetura në parime etimologjike. Me që e ka thënë ky është kështu. Të mirëfillta. Nuk do të doja që të fyeja ndokënd, por vepra të cilat mund të hidhen poshtë edhe me një sy të thjesht, nuk duhet të trajtohen si kryevepra, dhe ne në studimet tona çdo gjuhëtar duhet ta shikojmë jo nga guna, por nga puna. Mendimi është drita, drita nuk mund të vritet. Prandaj studimet që mbështeten tek drita mbijetojnë dhe i shërbejnë njerëzimit. Dhe do të doja, profesor, që konferencat gjuhësore mos të bëhen të fshehura, të bëhen në dritën e medias dhe jo të mbyllura, sepse vetëm debati shkencor çon përpara. Unë do të doja që këtu të kishim një akademik të gjuhës, pse jo dhe kryetarin e Akademisë së Shkencave, që këto rrahje mendimesh të ishin dhe për publikun. Unë mendoj që ata që i fshihen përballjes kanë një arsye. Nëse agron, tash në fund mund të themi një shprehje latine, ne folëm dhe shpëtuam shpirtin ton. Para kemi Marsin, një vjetorin e ndarjes nga jeta e Petrozhejt, një motiv më shumë për të diskutuar e ridiskutuar këtë problematik kaq thelbësore për identitetin ton si shqiptar. Gjithashtu, shprehim një falënderim të përzemërt për televizionin Telesport dhe presidentin e kësaj kompanie mediatike,
doktor honoris causa zotin Muhamet Malo, të cilët jo vetëm që na hapën studion, por ju bashkuan kurajës son civile dhe shkencore për të thënë disa të vërteta që fatkeqësisht deri më sot ishin lënë në hije. Prej këtej, ky material televiziv është pjesë tashti e informacionit botëror, sepse lëviz lirshëm në YouTube. Faleminderit Telesportit, mirënjohje për ty Muhamet Malo. Profesor, është unike që një kanal televiziv, Telesport, dhe jo më kot sporti është më i shpejti dhe i kap gjërat filozofike më shpejt se të tjerët. Kjo duket pak si e pamundur, por televizioni ka pafund, po shpirt shqiptari dhe patrioti nuk gjen pak e vështirë të takosh. Dhe ishte kënaqësi që isha, dhe ishte kënaqësi që presidenti Met Malaj naftoi këtu personalisht. Ai ka ardhur, më ka takuar në Pogradec dhe ishte ai nismëtari që donte të bëjë ky emision. Dhe falënderimi im është aq shpirtëror për këtë njerëz të madh që pa ndihmën e tij ne nuk mund të kishim bërë dhe të kishim thënë këto që tham, dhe shprehim konsideratën tonë më të lartë për shpirtmadhësinë e tij. Dhe i falenderoj të gjithë ata që na ndoqën dhe do na ndjekin. Është sakt, Muhamet Malo me këtë gjest i ka bërë një shërbim të paçmuar historisë së kombit shqiptar. Falenderit. Vëllezër shqiptar, të prekim urtësinë, të zëm udhën e mbar, të ngjallim Shqipërinë. Shqipëria ka qenë edhe po do të jetë, por sot në ditët tënë të met, të mos ketë, e ka nderuar Zoti gjithnjë Shqipërinë. Ish fort mirë që moti do bëhet edhe tanin. Sa ishte trimëria në atë kohë të vjetër, kish emër Shqipëria sa s'kish ndonjë vend tjetër. Sa burra kordëtar kanë zjerë Shqipëria, më pastaj e më parë që shkruan historia. Ajo ish kohë e zjartë dhe kish mundime tepër, po sot pënd dhe kartë na duhet nuk tjetër. O burra shqiptar, të marrim diturit, se s'është kohë e parë. Tani, lipse dritë, të shkruajmë gjuhën tënë, kombin të ndritojmë, gjithë çështje që ka qenë, nga dalës të mësojmë. Pa shihni gjuhë e mirë, sa shije ka, e hije, që bukur dhe lirë, si gjuhë perëndije. Shumë e bardhë kjo ditë, për gjithë shqiptarët, do na sjelli një dritë që se kishin të parët. Kjo dritë do na bjerë të gjitha mirësitë, dhe të gjithë do t'i ngrerë dëmet e marrëzitë. Si lum kush zë të mbjell, lum kush vë këtë pem, se kjo ka për të pjell, s'mbulohet me rrem.